Evropa po përballet me një valë të pazakonte të nxehtit, e cila po thyen rekorde historike temperaturash në disa vende të kontinentit. Në Republikën Çeke, termometri arriti në 41 gradë Celsius në qytetin Doksani, në veri të Pragës, duke vendosur rekord të ri kombëtar për të dytën ditë radhësi. Në qendrën historike të kryeqytetit, zjarrfiksit spërkaten me ujë turistët dhe banorët pranë orës së famshme astronomike për të ndihmuar të përballonin vapën përbëluese. Edhe Lituania përjetoi qershorin më të nxehtë në historinë e saj. Në qytetin jugor, Druskininkaani, u regjistruan 36 gradë Celsius, duke thyer rekordin e mëparshëm për këtë muaj. Qytetarët kërkuan strehë në hije, pranë lumenjve dhe parqeve, ndërsa autoritetet këshilluan konsumimin e sa më shumë lëngjeve. Në Poloni, temperaturat arritën në rreth 40.5 gradë Celsius në qytetin Slubice. Nëse konfirmohet zyrtarisht, kjo do të jetë temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë në vend. Banorët dhe turistët u shprehen të befasuar nga kushtet ekstreme të motit. Një turist australian tha se as në Bregdetin e Australisë nuk kishte përjetuar temperatura të tilla dhe se vapa në Varshavë i ngjante më shumë klimës së Australisë qendrore. Ndërkohë, shumë qytetarë besojnë se temperaturat rekord janë një tjetër tregues i ndikimit të ndryshimeve klimatike. Ekspertët kanë paralajmëruar se valët ekstreme të nxehtit po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe më intensive, duke rritur rrezikun për shëndetin e njerëzve, veçanërisht për të moshuarit dhe grupet më të ndjeshme. Autoritetet në disa vende evropiane kanë aktivizuar planet e emergjencës, ndërsa u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, të konsumojnë shumë ujë dhe të tregojnë kujdes të veçantë ndaj personave më të rrezikuar.